Mbyllja e termocentralit të fundit me qymyr në Finlandë sjell vendin në prag të një ndërprerje të plotë të qymyrit 4 vjet përpara afatit. Krahas reduktimit të emetimeve dhe rritjes së pavarësisë energjetike, ndryshimi po shkurton gjithashtu faturat e energjisë elektrike të konsumatorëve. Një zgjerim i energjisë së erës dhe ndryshimet e politikave të qeverisë kanë çuar në një kolaps të energjisë së qymyrit në Finland vitet e fundit, që nga viti 2020 kapaciteti i erës është më shumë se dyfishuar për të furnizuar 1/4 e energjisë së vendit. Gjatë të njëjtës periudhë, prodhimi i qymyrit ka rënë me 73% në 2.44 teravat, nga 2.44 teravator në 0.67, duke përbërë tani më pak se 1% të totalit energjetik. Por si e ka eliminuar Finlanda gradualisht qymyrin? Ministria e Klimës dhe Mjedisit përgëzoi të gjitha kompanitë energjetike të vendit për vendosmërinë e tyre për të dhënë fund përdorimit të qymyrit. Në vitin 2019, Parlamenti pothuajse një zëri miratoi ligjin për të ndaluar përdorimin e qymyrit brenda 10 viteve. Në atë kohë, objektivi dukej sfidues, por tani që është arritur përpara afatit, miratimi i ligjit duket shumë larg pamës, thon burime nga ministria. Një grup gjithëpërfshirës politika u kombinua me skemat e synuara mbështetëse, duke përfshirë një raund financimi për 22.8 milion euro në vitin 2021 për teknologjitë dhe investimet inovative të energjisë. Tani energjia e erës është furnizuesi më i madh i rritjes ekonomike të Finlandës, sipas një raporti të fundit nga Konfederata e Industrive. Ajo përbën 26 miliardë euro ose 44% të gjithë industrisë së gjelbër që pritet në vend në të ardhmen e afërt. Energjia fosile e importuar është zëvendësuar me zgjedhje më të pastërta që reduktojnë emetimet klimatike, ndërsa konsumatorët përfitojnë nga çmimet më të ulta, shtoi ministria. Meqense Finlanda më parë mbështetet kryesisht në qymyrin e importuar nga Rusia, ky transformim ka rritur gjithashtu pavarësinë energjetike të vendit dhe rrjedhimisht sigurinë kombëtare.